vetëm e ka qitë në votbesim vetën, që nuk e di qysh ka arrit, po e ka te kalu dyqysh. Në këtë rast nuk është ashtu. Në këtë rast ka me ndodhë, ka mu shkaktu një proces, i cili ka me nëzirë dikë tjetër kryetar të LDK-s. Për shkak se, zotëri Lumira, kjo është proces, unë menoj që mrena 2-3 jave kjo ka me ndodhë, sepse shumica e njerëzve të LDK-s të cilët... Po nuk mundet kjo brenda 2-3 jave të ndodhë. Teorikisht është e pa mundur, po nëse ka qdegja në mbështetje. S'ka lidhje. Ka. S'ka lidhje. Ka, po a di si shpallën në zgjedhjet e reja? Si shpallën? Si shpallën zgjedhjet e reja, sa përqind duhet ketë votbesimi, sa duhet kërkohet nga 50% i delegatëve të kërkohet? Edhe me votimin a është 50% i delegatëve të kërkohet? 50% i delegatëve. Kjo është vetëm me kryesit e degve, nuk është kryesia e partisë, nuk është komplet... Vështoj diçka, këtu që ndihmon edhe në këtë linjën e argumentimit. Edhe me 31 janar, Zoti Abdigjiku ka ofruar dorëheqje për shkak se s'kan mujt me i mbledh 1/3 e nënshkrimeve me ftue kuvend. Dhe ka thonë, mirë, unë po ofroj dorëheqjen, votone. Dhe kështu mundet çdo herë me ndodhë që unë e ofroj dorëheqjen, mirë atone, sepse ju s'po mund e thirrni me 2/3. Me 1/3 e delegatëve me thirr mbledhjen e kuvendit. A është më rëndësi kjo? A është më rëndësi me u ngrit LDK-ja?